Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Historia që ka çuditur mjekët ja si shpëtova nga dhimbjet e mesit pa nevojën e ilaçeve. Keni dhimbje në kurriz, shpinë, madje dhe në këmbë, të cilat kryesisht shkaktohen nga ulja e tepërt ose punët e rënda fizike? Mos u shqetësoni, ekziston një zgjidhje krejtësisht natyrale e cila do t'ju ndihmojë për problemin tuaj. Vetëm disa ditë të konsumimit të këtij ilaçi, ju do të ndjeni ndryshime të lehta, pozitive dhe pas 2 muajve do të keni shërim të plotë. Provojeni këtë recetë natyrale dhe nuk do ta njihni më shpinën tuaj për shkak se zgjidhja në fakt është shumë e thjeshtë në dispozicion. Gjithashtu, nëse dëshironi që ju t'i harroni dhimbjet e shpinës për çdo mbrëmje para fjetjes në kohë zgjatje, prej 1 deri në 2 muaj, duhet që të konsumoni një fik të tharë, një kajsi të tharë, 5 kumbulla të thara. Këto fruta përmbajnë substanca të cilat shkaktojnë rigjenerimin e indit i cili gjendet mes rruazave të kurrizit. Në këtë mënyrë ato bëhen më të forta. Secila pemë veçanërisht përmban elemente dhe substanca të caktuara, ndërsa përzierja e tyre ofron një ilaç të shkëlqyeshëm natyral i cili është jashtëzakonisht efikas kundër dhimbjeve në kurriz. Është i dobishëm si për meshkujt ashtu edhe për femrat. Receta natyrale që ne do t'ju paraqesim në vijim është efektive në eliminimin dhe lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe të gjymtyrve. Përbërësi i saj kryesor është gelatina. Ajo përmban 2 lloje aminoacidesh, prolin dhe hidrospirolin, të cilat janë shumë të dobishme për shëndetin e indit tuaj lidhor. Gelatina u jep forcë nyjeve dhe muskujve të zemrës, përmirëson metabolizmin dhe shëndetin e lëkurës. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 150 gram gelatin organike dhe gjithashtu 500 ml ujë i ftohtë. Metoda e përgatitjes: hidheni gelatin në 500 ml ujë të ftohtë dhe më pas përzieni mirë. Mbulojeni gotën dhe mbajini në frigorifer gjatë gjithë natës. Gelatina gjatë kësaj kohe do të formojë një pelte. Pijeni këtë ilaç natyral të nesërmen në mëngjes me stomakun bosh. Kësaj përzierje ju mund t'i shtoni një lugë mjalt për të rregulluar shijen. Kjo metodë redukton gjithashtu dhimbjet në vetëm 7 ditë. Trajtimi duhet që të zgjasë për 1 muaj dhe mund të ripërsëritet pas 6 muajve. Ndërkohë, në qoftë se vuani nga dhimbjet e shpinës, ju mund të provoni dhe disa metoda të tjera natyrale, si për shembull masazh me vajra. Për këtë ju mund të përdorni vaj susami ose vaj arë kokosi. Mund të fusni në vaj disa pika nga esenca ose vajra terapeutik të një cilësie të lartë, si për shembull livando. Në fillim ju duhet të përqendroheni në kyçet kryesore të trupit. Mundohuni të filloni duke fërkuar lehtë me vaj zonën e qafës, shpatullat, bërryllat dhe gjithashtu parakrahët. Ndërkohë më pas vazhdoni duke u zhvendosur në fund shpinë, në gjunjë dhe njëkohësisht në themra. Nga ana tjetër, ju duhet të keni parasysh se mund të provoni dhe terapinë e ftohjes dhe të ngrohjes. Alternoni këto terapi për 20 minuta. Për terapinë e ftohjes mund të përdorni kubik akulli të cilët janë të vendosur në peshqir. Kërkojini një pjesëtari të familjes që t'ju masazhojë shpinën dhe më pas spërkatni pak alkool dhe filloni më vonë të masazhoni me kujdes lëkurën.
Zgjini 1 litër ujë me 1/4 litër uthull molle dhe shtoni aty 2 lugë gjelle rozmarin. Ndërkohë, lëreni të ftohet pak dhe pastaj merrni një peshqir të pastër, e njomni atë tek përzierje dhe aplikojeni në pjesët ku ju keni dhimbje shpine. Provoni të flini në pozicionin e fetusit, duke vendosur një jastëk mes gjunjëve tuaj. Nëse flini me shpinë, vendosni jastëk poshtë gjunjëve. Dhimbjet e mesit janë të mprehta, të forta dhe ato përhapen me shpejtësi edhe në fund shpinë. Nëse kurrizi juaj është i kontraktuar, atëherë edhe fjetja duket se do të jetë një mision i pamundur. Dhimbje të tilla shfaqen shpesh tek të moshuarit dhe njëkohësisht tek moshat e mesme, por kjo nuk do të thotë se të rinjt janë imun ndaj tyre. Sigurisht, dhimbjet e mesit shkaktohet nga faktorë të ndryshëm, siç mund të jenë tensioni në muskuj, ushqyerja e papërshtatshme, mungesa e aktivitetit fizik, artriti, aktiviteti i tepërt fizik, mënyra e të qëndruarit ulur dhe shtatzania. Dhimbja njëkohësisht vështirëson dhe shpesh bën të pamundur kryerjen e aktiviteteve dhe punëve tona të përditshme. Përveç medikamenteve, njerëzit të cilët vuajnë nga këto dhimbje munden të përdorin edhe disa kura natyrale. Këto kura largojnë dhimbjet shumë shpejt dhe do t'ju sjellin menjëherë në formë. Mirëpo cila është pija bimore që do t'ju vinë në ndihmë kundër dhimbjeve të mesit? Dhimbjet në trup aktivizohen dhe shtohen si pasojë një enzime specifike dhe medikamentet farmaceutike rekomandohen në këtë rast që kanë funksion në paksimin dhe në pengimin e kësaj enzime. Ndërkohë, studime të shumta kanë konfirmuar se një përbërës aktiv i shafranit të Indisë, që quhet kurkumina, arrin që ta bllokojë këtë enzim dhe të largojë dhimbjen. Shkencëtarët gjithashtu janë shprehur se pirja e çajit të shafranit të Indisë çdo ditë mundet që të zgjidhë këto probleme me dhimbjet e mesit. Përbërësit që juve do t'ju nevojiten për përgatitjen e këtij çaji janë uji i pishëm, shafrani ndije pluhur, lëng limoni dhe mjalt. Si fillim, hidhni 4 gota me ujë në një çajnik dhe pasi të ketë marrë val, shtoni një gjysmë luge me shafran pluhur. Lëreni të zjejë për 10 minuta dhe më pas merreni dhe hiqeni çajnikun nga zjarri. Lëreni çajin të ftohet për plot 5 deri në 10 minuta. Filtrojeni lëngun në një gotë qelçi dhe më pas shtoni një lugë çaji me lëng limoni. Sipas dëshirës, ju mund të shtoni edhe mjalt në këtë pije për ta ëmbëlsuar dhe për ta bërë shijen e saj njëkohësisht më efikase dhe më të mirë. Më pas, ajo çfarë ju mbetet është që ta shijoni çajin ndërkohë që dhimbja juaj do të largohet. Gjithmonë duhet të kujdeseni për ushqyerjen tuaj dhe njëkohësisht të mbani një dietë ushqimore e cila do të jetë në të mirë të shëndetit tuaj dhe t'i bëjë kockat tuaja më të forta. Ndërkohë, nga ana tjetër, gjithmonë keni parasysh që të kryeni sadopak aktivitet fizik në mënyrë që të mbani trupin tuaj në formë dhe në aktivitet. Nuk është nevoja të kryeni aktivitete të plota, por mjafton sadopak për të përforcuar lëvizshmërinë tuaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona,
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!